I penduar i drejtësisë si dhe një nga personat kyç në zbërthimin e bandave të Elbasanit, Erion Alibej, ka rrëfyer këtë të marrë të tjera detaje për vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe të Regis Runajt. Përpara trupës gjykuese, Alibej tha se Ramazani ishte i afërt me Talo Çelën dhe Mikael Qosjen. Ai shtoi se pas ekzekutimit të tij, u këshillua me Nureddin Dumanin për vrasjen tjetër të planifikuar, atë të Regis Runajt. Emiliano Ramazani ka qenë njëri shumë i afërt i Talo Çelës dhe Mikael Qosjes. Ka qenë njëri aktiv dhe unë kisha informacione pafund për Emiliano Ramazanin. Kam komunikuar me Giuliano Hoxhën që të shkonte ta ruante te palestra, se rrinte shumë kohë në palestër. Emiliano Ramazani ka qenë gjithë kohën në vëzhgim deri kur u bë ekzekutimi. Për ekzekutimin e Regis Runaj, vendimin e kam diskutuar me Nureddinin. I dërgova një mesazh Giuliano Hoxhës sepse ai më është vetë ofruar për ekzekutimin e Regisit. Urdhrin për ekzekutimin e Regis Runaj e dhash unë, duke marrë dhe mendimin e Nureddin Dumanit. Në këtë rrëfim ka ndërhyrë dhe Giulian Hoxha duke pyetur Alibej nëse ka qenë Nureddin Dumani apo ai vetë që ka dhënë urdhrin për vrasjen. Ai ka shpjeguar se ekzekutimin e kërkoi që të bëhej me thik, në mënyrë që të mos krijohet zhurmë e madhe. Pas vrasjes së Emiliano Ramazanit komunikova me Nureddinin. Giulian Hoxha do të kryente vrasjen e Regis Runaj. Kur morëm okejin për ekzekutimin e Regis Runaj, i thash mundohu ta bësh me thik, mos të bëj zhurmë, dhe kështu veproi. Nuk e kam ndihmuar Giulian Hoxhën me sende për të kryer vrasjen. Ai u dakordsua direkt. Giuliano Hoxhën e takova 2 ditë pas vrasjes sepse ai atë natë iku me familje në plazh. Në seancën e javës së kaluar, Erion Alibej u përplas me Nureddin Dumanin për masakrën e Bradasheshit, deri në momentin që gjykata vendosi që ta largonte nga salla Dumanin.